Deputeti i PDK-s Betri Hamza ka falendëruar Memli Krasniqin për kontributin e tij në udhëheqjen e partisë dhe ka theksuar nevojën për bashkim dhe përkushtim të përbashkët përballë sfidave të PDK-s. Respekt dhe mirënjohje për bashkëpunimin korrekt dhe për gjithçka që ke bërë për PDK-n, miku im, shkruan ai, në vijim postimi i tij plot. Nuk gjej fjalë për të falendëruar mikun tim, Memli Krasniqi, për kontributin e madh që ka dhënë në udhëheqjen e PDK-s me integritet, vendosmëri dhe përkushtim ndaj vlerave të përbashkëta. Ai e drejtoi partinë në periudhat më të vështira, respekte dhe mirënjohje për bashkëpunim korrekt dhe për gjithçka që ke bërë për PDK-n, miku im. Sot më shumë se kur, ne kemi nevojë të qëndrojmë të bashkuar, të përkushtuar dhe të vendosur përballë sfidave që na presin. Bashkimi, besimi dhe përkushtimi ynë i përbashkët janë forca më e madhe e PDK-s dhe garancia e suksesit ton, ka shkruar ai në reagimin e tij. Gjeneratave më të vjetra se ju si gazetar, tash e 2 dekada spakun politik. Ma merr mendja që nëse mundi më dhoni një kredit, kish me qenë që kam qenë shumë i sinqert dhe shumë i drejt për drejt gjithmonë. Ato që e thash është arsyeja e plot dhe e vet. Është një reflektim më i gjatë, një planifikim më tjetër, dhe një vendim që ndoshta do ta merrja më herët sikur të kishim mundësi që të kemi stabilitet institucional. Sikur të kishte ndodhur një qeveri që ne kemi planifikuar, unë do i shpallja zgjedhjet e partisë dhe nuk do të kisha garuar. Ky ka qenë edhe plani. Por me qenë se tash jemi para zgjedhjeve, ju thash është reflektim që duhet ta kemi edhe kandidatin për kryeministër kryetar, jam i bindur në këtë. Çështja e drenasit është çështje që e kam adresuar, por është vetëm një fusnot në arsyet për cilat folëm. Ndërsa ju dhatë dhe përgjigjen pyetjen e juve. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Betri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Betri Hamza kandidon për të qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Gara është e hapur, kushdo që i plotson kriteret statutare dhe të rregullore së konventës ka drejt me garu, ka pas gjithmonë. 2 herat e kaluara kur kam garuar s'kam pas kundër kandidat, nuk mund të them a do të ketë tash, nuk mund të them për askënd që do të garoj, por preferencën time për Betri Hamzën nuk e më shefi për kundrazi me knatësi e bëj publike. Do të thënë që ka pasur ndonjë konsult para prapë në sensu të thonë se çështja e dorëheqjes ku që jeni duke menduar, kemi pasur rast që edhe me ishprerjet e PDK-s në hata diskutoni një çështje të tillë dhe tek çështja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme deri më tash Partia Demokratike e Kosovës ka marrë ndonjë ftesë për ndonjë deputet individual nga mandatari i dytë për të votuar qeverinë në sen. Përkundër miteve që kryesisht i krijojnë kundërshtarët tonë politik, zoti Thaçi e zoti Teseli as nuk janë përzi, as nuk përzihen në udhëheqjen e as në vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Këto kanë qenë gjithmonë deklarata dashakësia, me thënë drejtën, kështu që jo, nuk kam pasur diskutime me ta, sepse edhe ka qenë shumë e vështirë që të shohim e të kontaktojmë, se dini që ka 2 vite që janë me restriksione të rënda, dhe unë nuk po mrit që t'i vizitoj për shkak të këtyre limiteve më shumë se 3-4 herë në vjet. Por ne e njohim pas mirë njëri tjetrin. Kam qenë në kryetar edhe i zotit Thaçi edhe i zotit Veseli për kohë të gjatë, kemi bashkëpunuar shumë dhe nuk besoj ose shpresoj që s'kam i befasu ky vendim, dhe jam i bindur që edhe sot kur e marrin vesh këtë vendim, ata e dinë që ky është vendimi i duhur, siç e kanë marrë gjitha vendimet, unë konsideroj të duhura për Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë, veçanërisht kur jam kryetar. Për sa i përket çështjes së seancës për mandatorin Konjuca, kërkesa ime ka qenë që ata të nesërmën ta ftojnë seancën, sepse sikur ta kishin ftuar nesërmën, sikur ta ftojnë nesër, si ta ftojnë me të 19 kur kanë afatin e fundit, rezultati dihet, ka me dështu.
nuk ka asnjë mundësi me kriju një qeveri 3 lëvizjave vendose. Edhe rrjedhimisht ne po shkojmë drejt zgjedhjeve. Sa më herët që t'ishin marrë zgjedhjet kishme qenë më mirë, por kjo pastaj mbetet çështje e afateve kushtetuese. Nuk ka pasur kontakte, nuk ka pasur kërkesa, unë besoj që po dihet botërisht që ata kanë marrë vetëm për me zvarrit në funksion të balotazhit, me kriju një mjegull kinse e kemi një shans, por që realisht ata e dinë që s'kan asnjë shans me bo konjufsën kryeministër.